Një vendimi një shkallës të parë të një gjykate gjermane, po qoftë gjermane, qoftë franceze, qoftë italiane, nuk mund të afektoj absolutisht legjislacionin shqiptare aq më tepër vendimet e gjykatave shqiptare. Është e pamundur edhe në pikpamje të teknikës legjislative, është e pamundur edhe në pikpamje të marrëveshjeve ndërkombëtare. Shqipëria maksimalisht mundet që gjyqtarët dhe prokurorët e Shqipërisë, gjyqtarët e prokurorët e prokurorisë posaçme dhe e gjykatës posaçme ta lexojnë për të krijuar horizontin e tyre juridik, përsa i përket mënyrës së ndërtimit të vendimeve të cilat afektojnë gjyqësorin shqiptar është e përcaktuar në legjislacion, është e përcaktuar në kushtetut. Republika e Shqipërisë njeh dy forma të cilat mund të ndërhyen që quhet ajo që është analogji, megjithëse analogjia nuk lejohet në parim në Republikën e Shqipërisë, por kemi vendimet unifikuese të gjykatës lartë, kemi dhe vendimet të gjykatës Strasburgut. Këto janë të vetmet vendimet të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë mund të ndikojnë në punën e një gjykate shqiptare apo në punën e një prokurorie shqiptare.